Ajo që ne konstatuam sot, unë nuk konstatova edhe me drejtanin për këtë gjë, është që arrestimi i drejtanit është bërë me urdhër nga lart. Nga shumë lart. Do thot direkt nga Edi Rama. Jo thjesht nga Skënder Hitaj, se e ka. Skënder e ka ndeja? Skënder. Ky tipi, Skënder Hitaj, që është vendosur aty për të menaxhuar pikërisht të vull, ka si katë djathtë, shefin antiterrorit që është një lëngroshe, që e ka rrafë ca kalamujt vegjël lesh. E ka rrafë ca adoleshent lesh, kur ishte shef policie. E kanë bërë më falë për shpenë, më pika. Ca adoleshent. Ky tipi, nga këta tipat inferior, nga këta të rëndomtit, këta në skrevet e bindur, që mund të shërbejnë armikut. Dhe arsye pse terrori targetoi Dritan Goxhën, ishte pikërisht urdhri direkt i Ramës për të përdorur konceptin antiterrorit që ja këta influenca u e tjerë, që ke parasysh në Dritan Goxhën me atë idiotësinë që i thanë, s'ke qenë strukturari i ÇK-s. Dhe aty po qesha edhe për gjë, se mu duk si historia ime me Sorosin, që ka debila në kuptimin o debil o idiot. Debil do të thonë që zbosh mo, idiot që e kështu atë nivel ke, që thonë mund të je Soros. Ke parasysh, nëse e di njëri se ekziston Sorosi ti për me. S'ka ditë njëri çfarë Sorosi në Shqipëri. Edhe gjitha që thonë sot Soros se ka mësuar për me, s'kan ditë asnjë lloj gjoje. Se si ka kontrolluar gjithë Shqipërinë. Gjithë luftat që ka bërë 23 vjet me Sorosin, ke parasysh ky është histori. Ka çfarë idioti mund të jetë njëri. Kam sakrifikuar jetën. Kam shkatruar gjithë karrierën e mia, gjithë mundësitë që kam pas me gjitha në këtë luftë. Dritan Goxha si thonë këta ti s'ke qenë skuq ÇK-ja, kuptoti? E kuptoti se ku shkon idiotësia dhe debilizmi, natyrisht edhe mercenarizmi i njerëzve që i shërbejnë pushtetit dhe paguan me sufllaqe, me lek, me rroga, ku diun me çfarë paguan. Po kjo është të s'pe marrën kurrë, me kap ke debila dhe idiotët. Dhe thosh Dritan Goxha s'ka luftuar su ÇK. Dritan Goxha është heron u ÇK, njeriu që koordinonte të gjitha targetet e bazave serbe, e ushtarëve serb, e municioneve serbe, e grupeve serbe që ndodheshin kudo që ndodheshin. Dritani i çonte me pajisjet që i kishte dhënë CIA për t'ia dhënë bazave ushtarake amerikane që të bënin bombardimet e sakta. Dhe ka qenë luftë me batalion, komandant batalioni që drejtonte këtë proces dhe komandohesh direkt nga hierarkia e UÇK-s. Dhe ka pasur histori të pafundme që kanë qenë nga që shkonin ke zonat e armikut, sepse ky kishte edhe punë vështirë, duhet shkonte ke zonat e armikut për të gjetur objektivat. Kishte edhe bombardim tapet me mortaja, kishte edhe bombardim, edhe mitralim me 12.700 tipik. Aty ku ishte ky dhe ku kalonte ky dhe ka shpëtuar Zoti disa herë. Dhe po ju them me sinqeritet, sot ne kemi parë skenën se si Dritan Goxha në kushte ekstremisht paqësore, që unë s'do t'i plotësoj ato kushte që plotëson Dritani, unë isha dhe të postakre tjera, po t'isha në atë moment në atë çast aty. Dritani është rrëmbyer nga policia me urdhër nga lart. Pasi dështoi koncepti i antiterrorit, pasi gjithë dynjaja e qeshi antiterrorin kur thënë Dritan Goxha në pyetje. Antiterrori që më thirrë dhe mua për dy korrikun, që Rama o eliminohet, o rrëzohet. Eliminohet si Kadafi, eliminohet si që eliminon mafia, me cianur, me atentat, me një vdekje natyrshme, nga shërbimi inteligjente, apo nga Avni Rustemi. Apo nga Avni Rustemët, saktë. Dhe ai antiterror, kur e mori Dritani pyetje, ta kishin frikë ta merrshim antiterrorin, ta arrestonin, sepse do ngrihej gjithë popullin këmbë. Dhe ç'bën? Testuan sot situatën, ku Dritan Goxha ndodhesh duke marrë paqen, që mos përplashin palet. Dhe rrëmbimi i tij, protesta e tij ishte testi i Ramës për të parë ç'do bëjshim ne. Ju pat që ata e liruan në momentin që u kthye rruga përballë komisariatit numër 1 Tiranë, në qendrën e re të mitingjeve të protestave qytetarëve. Aty u zhvendos gravitet, nuk do ishte më sheshi Skënderbej, ku mlidhen. Do ishte komisariat numër 1. Dhe ti kupton që me ato ritme që po rritej, pas 2 orësh, nuk kishte filluar edhe pushtimi i komisariatit, për shkak se ti kupton njerëzit me nerva, ku shohin eroin e tyre të ÇK-s, që kanë rrëmbyer në mënyrë skandaloze dhe kanë marrë atë djalin që e rrëmbyen, ishte si zvërnec. Mos u habisin nga publiku. Populli është popull. Dhe më shpërthente, ata testuan. Dhe ata panë që nuk është se ka rënë protesta. Thjesht çështje defektesh të protestës kanë prodhuar këtë rezultat. Po shpirti i njerëzve, energjia e njerëzve,
Duket në ato buzat e linjës, ku këtojnë Rama Epidoreci, në ato buzin njëri se njojnë njëri tjetrin. Duket në për partit e maturantëve që bëjnë fest e maturës, si këtojnë. Në koncertet e zarave të qeverisë, që njerëzit këndojnë, po nuk është punë se ne po këndojmë dhe Rama dorëzohet në këngën tonë. Tregon frymën. Dhe ajo kënga Rama Epidoreci që këndohet në gjithë Shqipërinë. Në autobuza, stacion autobuzi, në shkolla, në parti, në kafe, në rrugë dhe kudo tjetër, po dhe një rezonancë në trurin e psikopatis Edi Rama, që do të kaloj në përshkallëzim emocional psikiatrik këto ditë, që do të prodhoj dhe rezultatet e nevojshme, si që e rasti sotëm që bëri testin, idiot, që i dha një rezultat. Ata s'mund të arrestojnë protestues, sepse komisariatet do të rrethohen, si do rrethohet dhe qeveria, si do rrethohet dhe parlamenti. Dhe Rama nuk ka policë për këtë gjë. Dhe mund të them dhe gjë me sigurit plot. Edhe policët që ishin sot, ishin me fytyra të vrerosura, jo se po ikën pushteti, po sepse janë të detyruar, zbatojnë ca urdhra, të cilët janë kundërshtim me familjarët e tyre, me miqtë e tyre, kushërinjtë e tyre, komshinjtë e tyre. Sepse ata janë në protest. Dhe policët sot kanë qenë ditët e tyre më të zeza, ishin të vrerosur në një hall të papar, dhe ndonjë idiot që u përdor për ato skena që pam që morën zvarr, apo që mbante të angozhe, pavarësisht trajnimit që kishin marrë për të bërë ato veprim, urdhave që kishin marrë për të bërë ato veprime, ata ishin të vrerosur në hallën e madh që kishte zënë si tradhtar këtij vendi. Jo si policë që po zbatojnë ca urdhra të palishëm dhe kaq. Jo, si tradhtar të këtij vendi. Sot janë etiketuar të gjithë si tradhtar. Sot ka qenë dita më e zezë e policisë shtetit, ja u them me sinqeritet. Kur se kanë parë policin në ditë më të zezë se kjo. Kanë qenë të dëshpëruar për mënyrën se si paraqiteshin para popullit, sepse ai popull është shtëpia e tyre, është lagja e tyre, është pallati i tyre, kushërinë e tyre, fisi i tyre, kushia e tyre, robi i shtëpisë tyre. Dhe ata sot kanë qenë duke zbatuar urdhrat palishëm, jo në pozitat e njeriut që po shkel ligjin, po njeriut që po bën tradhti kombëtare. Dhe mos u habisni që nuk do të shpreh të dhëna të cilat bëjnë identifikime, po sot policët e kanë thënë tekstualisht, marroni këtë punë shpëtojmë. Çfarë do të marroni këtë punë shpëtojmë? E kanë thënë aty në komisariat? S'ka rëndësi. Marroni këtë punë shpëtojmë, ka thënë, na e hiqni këtë dreq. Na e hiqni këtë monster, që po na bën të ngjajmë si tradhtar të këtij vendi, kur me zemër nuk jemi tradhtar, por me uniformë jemi tradhtar. Sot është dita e parë që policia nuk mund fshihet më pas karafilave që u japin qytetarët. Sot është dita ku policia është përballë etiketimit të njollës jetës turpit si tradhtar, mercenar të armikut, të pushtimit që po i bëhet këtij vendi nga kolonizimi planifikuar nga Edi Rama dhe familja Soros. Unë sot do t'jap thëna të reja se si kolonizimi i Shqipërisë, boshatisja e Shqipërisë, ripopullimi i Shqipërisë është bërë në konsensus të familjes Soros, të familjes Rothschild, me dhëna të sakta, po jo them sot, do jap dhe emrat e njerëzve të përfshirë këtë histori, kush përfshirë familja Kushner më vonë, që në fakt është Izraeli. Sot do t'ju sjell dhëna të reja që do t'i verifikoni vetë. Unë thjesht do t'ja u them. Andrea do ndihmoj duke më dhënë celularin, që le t'ja u lexoj emrat, t'ja u jap dhe dhënat, t'ja jap dhe faqet, që t'i gjeni sot vetë të dhëna. Ku kolonizimi i Shqipërisë nga kolonët Izraelit dhe stërvit e tyre nga India, Filipinet, Amerika Latine, Ukraina, vendet friendly me Izraelin, është gatuar nga familja Soros, Edi Rama, me familja Rothschild, e cila më vonë ka futur në lojë familjen Kushner. Jo familjen Trump, siç e gaturën gjithë, që barazojnë familjen Kushner, familjen Trump. Teoria ime mbetet në gjallë dhe në test. Familja Kushner, familja Trump, dy familje, nuk është një. Familja Kushner ka tradhtuar familjen Trump 2020 dhe për këtë arsye, në 2021 deri 2024, familja Trump ka prerë çdo marrëdhënie me familjen Kushner, pavarësisht se aty është Ivanka, edhe me Ivanka. Dhe këto marrëdhënie janë rivendosur në 2021 për shkak të kushteve të Izraelit për familjen Trump. Siç e dim,
pengmarrjes izraelite të Amerikës dhe personave përkatës. Unë sot do t'ju jap dhëna, Andrea do më japësh edhe çfarë po i kam unë sy se i kam unë Andrea. Ja, ku i kam. Unë sot do ju lexoj dhëna, të cilat do t'i mbani shënim që të kuptoni që mënyra si e morën zvarr atë qytetarin sot, policia e shtetit është pjesë e manualeve të trajnimit të forcave të IDF-s dhe të policisë izraelite, të cilat trajnojnë policitë e Europës, të shabatgojnëve të tyre në Europë. Dhe ajo skenë që pam është e ardhmja juaj. Kështu do të jetë për gjithë ne, nëse ne nuk do shpëtojmë nga Rama me çdo mjet dhe formë që është e nevojshme. Unë do të lexoj sot një tekst me një emër që mund ta keni dëgjuar, por pastaj do e kuptoni mirë për cilin e kam fjalën. Atyre, Andrea, jam në linjë internet, unë jam, no? Unë do lexoj emrin e një instituti izraelit. INSS.org.il. Mbani dhe shënim, s'ta gjeni vetë. INSS.org.il. Ky është një institut në Izrael që bën politikën e sigurisë ndërkombëtare të Izraelit. Është një think tank ku këtu janë të gjithë member of directors. Mund të afroj pak këtu ke kamera? Mund të bëj fokusin në këtu? Kam në e mundësi? Po ja dhe gjë. Bukur. Tani, ky është instituti, lexoni pak lutem, INSS.org.il. Ky është bordi i drejtorëve. Ky është institut ndër më të rëndësishëm në Izrael për politikat ndërkombëtare të sigurisë. Dhe kuptoni, gjithë emrat që janë këtu janë gjithë ushtarak, Mossad, kokat kryesore të think tankut izraelit, të sigurisë izraelit. Dhe do na vë tek i emër që ju e njihni, ose sa keni dëgjuar. Shikoni pak. Michael Granoff. E lexoni? Ku kam më saktë fokusin në Altima, shiko pak këtu, që të lexoj pastaj. Se keni ekskluziv këtë informacion, e keni për herë të parë. Këtu e mirë. Ja mirë këtu? Do të kam mikrofonin që jam. Unë jam larg mikrofonit. Si do bëjmë? Do e mbaj diku këtu afër? Po kam mbaj. Okej, mbaj, siç ta them unë. Atëre, ky faqe këtu se e prishun me drejtije. Ja një sekond. Dëgjoj se ata e pan. Po lexoj këtu se ata e pan. E gjeni kollaj INSS.org.il. Kollaj fare. Shkoni ke About-it, edhe shkoni tek bordi i direktorëve. Kush janë? Michael Granoff thot, është themeluesi dhe CEO i Pomona Capital. E kështu bla punë dollarësh, bilionash, kështu. S'ka ne rëndësi për thepin asaj që duhet lexoj. Thot, ky njeri është marrë me sigurinë ushtarake, ka caktuar Clintoni, drejtor fondit të ndihmës për Shqipërinë, e bla. Thot, është drejtor i fondit amerikan të zhvillimit që ka marrë Butrintin, ka marrë Dyrahun, ka marrë Apollonin, ka marrë Tushemishtin, po me Rozafën, po me çdo sit arkeologjik, sepse t'ja u lexoj pak. Ky thot Michael Granoff, që është drejtori i bordit, chairman i bordit të Albania American Enterprise Fund dhe shërben si kryetar i fondacionit për zhvillimin amerikan shqiptar, ajo AFD-ja për katse. Ky thot, dëgjoni pak, masi ka marrë Urrin Skënderbeg, Nën Tereza i ka dhënë qeveria plot dekorata, shërben në bordin e besimit të Yad Hanadiv Rothschild Foundation. Dhe sipas dokumentave që ky ka, ky është avokati me prokurë të posaçme, me fuqi të përgjithshme për Shqipërinë i familjes Rothschild. Prit, s'ka filluar akoma.
Ky i Rothschildve e ka marrë butrindin e Rothschildve, Dyraun e Rothschildve, Apollonin e Rothschildve, gjithësinë arkeologjike të Shqipërisë të Rothschildve. Ky me paratë amerikane po blen Shqipërinë copash dhe ka caktuar drejtor fondacionit që është bërë pronar i butrindit, kokën më anti-shqiptar të arkeologjisë botërore, një qetësirë angleze që thotë që butrindi është i grekëve, po dhe vetë Saranda thotë, si qyteti i përket grekëve, është dhe gabimisht nga diplomatët dhe ambasadorët e UE Shqipërisë. Problemi që ky është vetëm fillimi asaj që po e them. Ky është personi që ka ndërmjetësuar midis Edi Ramës dhe familjes Rothschild në jahtin e Rothschildve ku Ivanka dhe Kushneri zbuluan një shut privat që quhet Sazan. Mbani më gabe. Dhe zvërneci. Që erdhi Edi Rama me motoskaf, u fut këtu dhe u prezantua me Kushnerin. Ky është ndërmjetësi. Ky që ka marrë në qafë Shqipërinë, duke marrë gjithë arkeologjinë për llogarit familjes Rothschild. Shqipëria është një vend i pushtuar, po e kuptuat. Na kanë pushtuar dhe 3 ligjet e fundit. Në fakt 2 ligjet e fundit. Projekt ligjet më saktë, që njërin e kanë çuar në parlament, tjetrin e kanë ajde në konsultim publik dhe në parlament shumë shpejt. Janë se si çdo tokë bujësore shqiptare, doni apo s'doni ju, do të blihet vetëm nga një brezë dhe do të blihet me detyrim për çufot. Kjo është shpjegojmë pse. Sepse ligji i ri, që kam thënë dhe e kaluar, parashikon që 100.000 hektar tokë bujësore shtetërore, që s'është fare shtetërore, është e privatëve, por nga që si ka letra në rregull, këta që shtetërore, publike, do të vënë shitje me 2 hektare poshtë, pra, më pak se 2 hektar. Të vetëm investitor të huaj, se vetëm për të huajt, të vetëm investitor të huaj, që mund të blejnë 2 hektar tokë bujësore e poshtë, janë antarët e familjes Çufo. Pse? Sepse asnjë anglez, asnjë amerikan, asnjë italian nuk ka një menç të blej 2 hektare poshtë tokë bujësore, se nuk ka leverdi ekonomike. Nuk mund të bësh asnjë investim me 2 hektar tokë bujësore. I vetmi rast që do blente 2 hektar tokë bujësore e poshtë, një huaj, do ishte të bënte një oborr për shtëpinë e vet, vidhe sa portokalla për qefin e vet. Të bënte një ranch të bukur për qefin e vet, po jo për qëllime biznesi bujësor. Jo, për qëllime shtëpie private, për oborr shtëpie. Koncepti është që 2 hektare poshtë të vetëm në botë të huaj që janë interesuar të blejnë, dhe të gjithë botën janë vetëm çufot. Pse? Sepse modeli tyre ekonomik është i tillë, çdo antar i familjes bën 2 hektar. Një familje ka 10 antar. Në vëna dhe mos lindni, vetë pjellë nga 10. Dhe 10 antar familje bën nga 2 hektar, bën 20 hektar. Po ata nuk vinë kur vetëm. Ata vinë si fis, vinë si tribu, vinë 100 familje bashkë. 100 familje bashkë për 20 hektar, 200.000 hektar, apo jo? 2.000 hektar, quhet kooperativ. Besoj kush e njeh mënyrën bujësore të Izraelit. Më kuptoj. Kooperativ. E shpikën në vitet 20 me Leninin e tyre, Çufo. Me Trotskijin e tyre, Çufo. Modeli sovjetik i kolkozeve është modeli i Çufove i kolkozeve. Mënyra si ekziston ekonomia bujësore izraelite është me kolkoze. Kooperativa. Që erdhën në Shqipëri nga regjimi komunist. Kolkozet janë modeli i ekzistencës bujësore dhe kanë formë korporatësh. Që do thot, kur ata vinë bejnë tokë bujësore, për çdo antar familje 2 hektar nga shteti. Po ndërkohë, blen nga privati. Ato tokët e 200 hektarët e shtetit nuk janë se janë një territor i Shqipërisë me 100 hektar. Janë coptu. Masi marrin 2 hektarët e shtetit për antar familje, fillojnë të blejnë tokat e fshatarëve. Do thonë ju nga e diti këtë. Interesoni fshat. Ju keni të njohur. Merrni telefon dhe pyetini. Ore, a ka ndonjë blerje tokash fshat? Në gjithë fshatet e Shqipërisë po blen toka. Shkoni në Tiro, ke City Park. Në jug City Park. Pyesni banorët e fshatit. A i kanë shit tokat bujësore? Po. Po çudia që i kanë shit dhe pa letra. Sepse si kanë rregull letrat. Si mund shesësh tokë bujësore pa letra? Teknikisht, juridikisht, kenotere nuk ishe dot. Kështu ka ligji. I ka thënë, s'ka më problem, valla, i rregullojmë letrat më vonë.
na lekët, na çojnë bank, më jep mua sepse do më jepsh me shpirturin ai se keni rënë në rregull, dhe kjo quhet blerje në premtim, por de facto funksionon si blerje. Çfarë ndodh me blerjen në premtim? Ti i ke marrë lekët, është mbyll muhabeti. Që të marrësh vulën, ta bësh me letra, do të hapi kadastra. Pyetja është kush e kontrollon kadastrën sot? Dhe kush ka bërë ligjin kadastrës digjitale që është tash në draft për katës? Të gjitha këto ligje ka shkruar një dorë vetme. Edhe ligjin e paketës maleve, edhe ligjin e investorëve strategjik, edhe zonave të mbrojtura, edhe të PPP-ve. Një emër është, çufa kuptohet, ka nevojë për diskutim. Ricardo Hausmann. Njeriu që kontraktoi Soros edhe në fondacionin Kokalis, profesor Kokalis ai Greqisë, çufo tjetër ai, çufo të Selanikut. Është